Në faqet e vjetra të shkrimit, ka popuj që dalin në skenë për një moment dhe më pas zhduken si në mjegull. Ky ishte rasti i një kombi misterioz, të përmendur vetëm në pak vargje, por me një histori aq të errët, sa që Zoti vetë vendosi ta zhdukte nga kujtesa e njerëzimit. Studiuesit biblik e kanë kërkuar për shekuj, por gjurmët e tyre janë të copëzuara, të shpërndara si fragmente të një mozaiku të thyer. Megjithatë, ajo që dihet është se ky popull kishte devijuar në një mënyrë që sfidonte vetë rendin hyjnor. Ata jetonin pranë kufive të Izraelit të hershëm, dhe ndikimi i tyre ishte i errët, i rrezikshëm, pothuaj i padukshëm. Disa historianë thonë se ata praktikonin rite të ndaluara, të tjerë se shfarosja e tyre ishte një akt i mëshirës hyjnore për të mbrojtur brezat e ardhshëm. Por pyetja mbetet: çfarë bën aq rënd sa Zoti i fshiu nga historia? Asnjë komb tjetër nuk pati fat kaq ekstrem. Dhe ky është fillimi i një misteri që sapo po hapet. Profetët e kohës i paralajmëruan njerëzit për këtë popull. Ata flisnin për një komb që kishte braktisur çdo normë morale dhe ishte zhytur në praktika që errësonin shpirtin. Ky popull nuk ishte thjesht i pabes. Ai ishte bërë burim korrupsioni shpirtëror për të tjerët. Profetët flisnin për flijime të ndaluara, për zgjedhje të çuditshme dhe për një kulturë që ushqente krenarinë dhe rebelimin kundër ligjeve të Zotit. Njerëzit i dëgjonin, por pak besonin se rreziku ishte real. Shumë e shikonin këtë komb si të parrezikshëm, ndoshta të izoluar, pa ndikim të madh. Por Zoti shikon më thellë se njeriu. Ndërsa paralajmërimet shtorshin, u kuptua se ky popull ishte një shembull i asaj që ndodh kur njeriu largohet plotësisht nga e vërteta dhe ndjek idhuj që nuk flasin. Profetët folën jo vetëm për rënien e tyre, por edhe për fshirjen totale të gjurmëve të tyre, një gjë që Zoti rrallë bën. Dhe kjo e bën historinë e tyre edhe më të frikshme. Ky komb nuk u shfaq si armik me ushtri të mëdha apo me agresion të hapur. Rreziku i tyre ishte i padukshëm, i heshtur, dhe për këtë arsye, shumë më i rrezikshëm. Ata përhapnin idetë e tyre ngadalë, duke u përzierë në tregti, festa dhe aleanca familjare. Në fillim, dukeshin krejtësisht të padëmshëm, por me kohë, zakonet e tyre filluan të ndikojnë të tjerët. Mësimet e tyre ishin të bazuara në idhuj të krijuar nga frika dhe errësira, dhe bindja se njeriu mund të bëjë Zoti vetvetes. Ky ishte shkaku i rënies së tyre. Kur njeriu e zhvendos lavdinë e Zotit dhe e vendos mbi veten, fillon shkatrimi. As edhe një profet nuk mund t'i binte të ktheheshin. Gjithmonë pretendonin se drita hyjnore ishte e vjetruar, e panevojshme. Ata besonin se kishin gjetur mënyrën për të kontrolluar fatin e tyre. Dhe kështu, shpirtërisht, ata u bën të paarritshëm. Ky ishte momenti kur Zoti vendosi që populli i tyre nuk mund të lejoheshte të vazhdonte më. Në zemër të territorit të tyre, ky komb zhvillonte një ritual që më në fund solli vendimin hyjnor. Ky ritual lidhej me flijime të ndaluara, me përdorimin e simboleve që i drejtonin njerëzit drejt errësirës shpirtërore. Profetët e dëgjuan këtë gjë dhe u tmerruan. Askush tjetër në rajon nuk e guxonte një akt kaq ekstrem, një akt që sfidonte drejt për drejt ligjet e krijimit. Ky ishte momenti që qielli nuk mund ta toleronte më. Historikisht, Zoti u jep popujve kohë për t'u penduar, por ky popull shkoi aq larg sa e bëri mëkatin pjesë të identitetit të tyre. Ata nuk kërkonin më dritë. Ata e kishin zgjedhur errësirën. Kjo nuk ishte thjesht çështje kulturash të ndryshme. Ishte një çështje të vërtetë universale. Qielli heshti për pak kohë, por pastaj u dha urdhri që emri i tyre të mos shkruhej më kurrë në histori. Në ditët e fundit të tyre, një profet i panjohur erdhi në portat e qytetit të tyre. Ai foli me zë të lartë, duke paralajmëruar se Zoti do t'i zhdukte nga sipërfaqja e dheut. Fjalët e tij ranë mbi vesh të shurdhër. Populli qeshi, e përbuzën dhe e larguan me gur. Ata nuk e kuptuan se kjo ishte fjala e fundit e mëshirës hyjnore. Profeti la një paralajmërim të tmerrshëm. Emri juaj nuk do të përmendet më, dhe toka nuk do t'ju mbaj mend. Ky ishte dënimi më i rëndë që mund t'i jepej një kombi. Jo dënim fizik, por zhdukje nga kujtesa. Kur një popull humbet të kaluarën,
ai pushon se ekzistuari. Dhe kështu, profecia mbeti pezull mbi ta, si një re që priste të shpërthente. Dënimi nuk erdhi me ushtri, zjarr apo shpatë. Ai erdhi në mënyrën më të frikshme, në heshtje. Një mëngjes, qyteti i tyre u gjeti braktisur, rrugët bosh, shtëpitë të hapura, muret e rënuara, por pa asnjë trup. Disa thonë se një sëmundje misterioze i mori të gjithë brenda një nate, të tjerë besojnë se një dënim hyjnor i zhduku pa lënë gjurmë, por faktet mbeten të pakta. Arkeologët nuk gjetën kocka, varre apo mbetje që tregonin zhdukjen e tyre. Ishte sikur toka i gëlltiti, dhe në heshtjen që mbeti, të gjithë ata që dëgjuan për këtë ngjarje e kuptuan se Zoti kishte ndërhyrë direkt. Një komb i tërë, që dikur ishte gjallë, tashmë kishte humbur si të mos kishte ekzistuar kurrë. Pas zhdukjes së tyre, toka e këtij kombi ndryshoi. Bimët pushuan së rrituri, burimet u thanë, dhe bagtia shmange nga zona. Ishte sikur vetë krijimi e refuzonte. Banorët fqin treguan histori se toka duke e mallkuar. Çdo përpjekje për të mbjellë nuk jepte rezultat. Edhe sot, disa zona në lindjen e mesme njihen si tokat e boshatisura, të lidhura me këtë popull të zhdukur. Ato qëndrojnë si dëshmi fizike e një dënimi hyjnor, një vend që historia e la mbrapa. Kjo tokë e thatë, e krisur nga dielli, është kujtesa e vetme që ka mbetur. Historianët e mëvonshëm u përpoqën të gjenin fakte, por gjetën vetëm heshtje. Të gjitha dokumentet që përmendnin këtë popull u zhdukën. Shkrimet e kohës, të cilat zakonisht ruajnë çdo detaj, nuk lanë asnjë rrëfim për ta. Ishte sikur Zoti urdhëroi vetë që emri i tyre të mos shkruhej. Disa dorëshkrime të rralla përmendin një komb që nuk duhet kujtuar, por nuk përmendin emrin. Heshtja ishte pjesë e dënimit. Një popull që nuk ka kujtesë, nuk ka trashëgimi. Gërmimet moderne zbuluan objekte të çuditshme, simbole që nuk u ngjajnë asnjë civilizimi tjetër, gur të gdhendur me forma të panjohura, dhe enigma që nuk mund të përkthehen. Asnjë gjuhë e njohur nuk i ngjan shkrimit të tyre. Arkeologët janë të ndarë. Disa thonë se këto janë mbetjet e kombit të zhdukur, të tjerë se janë të një kulture tjetër, por fakti mbetet, objektet nuk përputhen me asgjë të regjistruar. Janë mbetjet e një populli që historia refuzoi ta mbante. Zhdukja e këtij kombi nuk ishte thjesht ndëshkim, por mësim. Zoti tregon se kur njeriu kalon kufijtë të vërtetës, kur errësira bëhet udhëheqës, atëherë rruga e tij përfundon në harres. Ky popull është shembulli ekstrem i një zgjedhjeje të gabuar kolektive. Jo vetëm individ, por i gjithë kombi u kthye kundër dritës. Mesazhi mbetet i qartë. Zoti nuk harron asgjë, por edhe nuk lejon që errësira të trashëgohet brez pas brezi. Fqinjet e këtij kombi treguan se shpesh i shihnin duke zhvilluar ceremonitë e errta natën. Fëmijët friksoheshin. Të moshuarit flisnin për një fuqi që nuk vinte nga Zoti. Njerëzit e tjerë largoheshin prej tyre. Askush nuk donte të jetonte pranë tyre. Ishin bërë një popull që askush nuk guxonte ta prekte, por as ta pranonte. Kur u përhap lajmi i zhdukjes së tyre, njerëzit u tronditën. Disa u friksuan, disa u penduan për krenarinë e tyre. U bë e qartë se askush nuk ishte mbi ligjin hyjnor. Profetët u kujtuan njerëzve se Zoti është i drejtë, i durueshëm, por edhe i shenjtë. Në fund, Zoti vendosi vulën e harresës mbi ta. Nuk mbeti emër, datë, gjuhë apo histori. Vetëm një paralajmërim i heshtur. Edhe sot, studiuesit nuk mund të pajtohen mbi identitetin e tyre. Kjo është prova se dënimi ishte i plot. Disa zona në lindjen e mesme mbeten të pasbërthyera. Legjendat thonë se aty ka ndodhur diçka që njerëzit nuk duhet ta prekin. Etnografët dhe historianë ende hezitojnë të hyjnë në disa lugina të caktuara, si të ishin të ruajtura nga heshtja hyjnore. Shumë besojnë se aty gjurmët e këtij kombi preken ende. Në thelb, arsyra pse Zoti fshiu këtë komb ishte sepse errësira e tyre nuk mund të lejohej të kalonte të brezat e ardhshëm. Ky ishte një vendim hyjnor për të mbrojtur botën,
për të ndaluar një trashëgimi të rrezikshme. Dënimi i tyre nuk ishte thjesht shuarje, por ndalimi i një zinxhiri shpirtëror që mund të dëmtonte shumë kombe të tjerë. Dhe kështu, ato mbetën një mister që na kujton se drita dhe errësira nuk mund të bashkëjetojnë pa pasoja. Historia e tyre mbaron me një heshtje të thellë, por mesazhi i tyre jeton ende si një paralajmërim që nuk duhet të harrojmë.